E mendove 10 vite më parë kur nisa, ndoshta duke shkruar ca nga këto thënie që për momentin mbaj në duar, që një ditë do botohet si një libër? Periudhën ka rreth 4 muaj që kam marrë dhe i shkruaj një nga një, se i kam pasur të shkruar në rrjetet sociale, edhe ka qenë një emocion i veçantë edhe një bisedë e këndshme me vetveten, sepse ju thash në periudhat caktume ne mendojmë ndryshe dhe veprojmë ndryshe, edhe kur i lexojsha ato thënie të cilat ishin për para 10 viteve, edhe para 5 viteve, isha një emocion i veçantë se si ka mundësi ashtu kam menduar në atë kohë ose në atë periudhë të caktuar. I ke mbajtur originalet apo i ke prekur? Do të thonë ato që i ke shkruar para 10 viteve, para 5 viteve, do të thonë ato që ke menduar atëherë i gjejmë ashtu po. Edhe prej këtu buron prap një thënie, dhe është interesante. Thot vetëm autori e ndjen atë lidhjen unike me lexuesit, të cilët nuk i njeh dhe ndoshta asnjëherë nuk do t'i takon, por të cilët një ditë do ta mbajnë në duar shpirtin e tij. Kjo është pjesë e shpirtit tim, ndoshta është komplet shpirti im. Unë nuk e di se sa do të jetoj, mirë po unë e di se ky libër do të jeton më gjatë se unë.